Një ngjarje tragjike ka tronditur komunitetin e Tuzit mëngjesin e sotëm, ku është raportuar vdekja e papritur e një polici me emrin Luiz Eili. Burime nga vendngjarje bëjnë me dije se ai ka ndëruar jetë në rrethana ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rastit. Luiz Eili, i njohur si një efektiv i përkushtuar dhe i respektuar në zonë, ishte pjesë e shërbimit policor prej disa vitesh. Lajmi për ndarjen e tij të parakoshme nga jeta ka sjellë trishtim të thellë te familjarët, kolegët dhe komuniteti lokal. Nuk mund ta besojmë ende, ishte gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar dhe i dashur me të gjithë. Është një humbje e madhe për të gjithë ne, u shpreh një nga kolegët e tij. Policia e Malit të Zi ka konfirmuar ngjarjen duke theksuar se të gjitha pistat janë ende të hapura dhe se publiku do të informohet sapo të ketë detaje të reja. Familjarët kërkojnë që të respektohet privatësia e tyre në këto momente të vështira. Kujdes, ky lajm nuk ka lidhje me këngëtarin e njohur shqiptar me të njëjtin emër.